Brezni e keqe, thot Krishti, sepse e kërkon shenjë. Sa herë që në hi këtë fjallë të unë gjithit, një që herë më kujtohen ato shprehjet e pleqve. Brezi keq. Brezi keq. Të pa marrën vesh, të pa njeshëm, indiferenta, shumë kryfort, mos kokçars, e shumë gjana tjera me rrallë. Këtu që ndron keqësia, sepse e kanë mundësi me dashtë, por nuk dojnë. Kanë mundësi me kuptu, por nuk dojnë. Kanë mundësi për me nje, me i përjutu gjanat, por i refuzojnë. Edhe Krishti e ka këtë problem me atë brezni. Tonë ato mrekullina, gjithçka ata prap dojnë shej. Çfarë shejet ton? Çfarë shejet ton për Zotit ti për mu bin? A nuk mjafton që gjithçka që është për rreth tetë është më e madhe se ti, më e jashtëzakonshme se ti, te kalon e ti prap ke mundësi me shiju, me jetu e të tana. Mos të mesim brezni e keqe, të banat të mirë që kërkojnë Zotin, që e shohin atë të pranishëm edhe në gjanat vogla, por që din me një të pranishëm në marrëdhënie njëri me tjetrin, sepse aty ku ekziston dashnia, aty keqësia nuk ka vend.